الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falendrojmë Allahun Azza wa Jalla, te falendrojmë prej tij falë dhe ndihmë, kërkojmë salavatet ja përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim me fjalën më të bukur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku lutim Allahun Jalla fi ula, që Allahu subhanahu wa taala ibadetet inshallah Allah na i ban kabul ya rabbel alamin. Inshallah, ajo që do të përkujtojmë së bashku të gjithë për vetët tona, familjet tona dhe për muslimanët në përgjithësi është aghla tijara me Allahi auladuk. Do të jemi inshallah pranë kësaj teme sado pak përkujtuese inshallah taala për gjithë ne dhe ata që na ndëgjojnë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë tijarllëku apo tregtia ma e shtrenjtë me Allahun Azza wa Jall janë fëmijët e tu. Janë fëmijët e tu. Çka do të thotë kjo athu? Kjo do të thotë at-tijara me Allahi lejset malen faqat. Tregti me Allahun Azza wa Jall nuk është vetëm me pasuri. Bel kullu ma tuqaddimuhu khalisan lillahi Azza wa Jall. Mirë po çdo gjë çka ti e ban për Allahun Azza wa Jall të sinqert. Yarju alayka adhafan mudha'afa. Edhe ajo kthehet, përfitimi i saj kthehet tek ti, dhe me thonë shumë fishuar. Thot Allahu ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara. O ju që keni besuar, a doni që t'ju tregoj për një tregti? Tunjikum min adhabin alim. Tregti e cila rezultati i saj do t'ju shpëton nga zjarmi i xhehenemit, yadhan billah. Dhe me thonë na e njohmi tregtitë e dunjos vetëm. Mirë po ka, Allah subhanahu wa taala e ka quajtur me këtë emër edhe tregtien me Allahun dhe me ahiretin tënd. ومن أعظم هذه التجارة تربية الأولاد. Ndërsa tregti më e madhe dhe më e vlefshme është edukimi i fëmijëve. لأن أثرها لا يتوقف عند حياتك. Për shkak të nderuar vëllezër, se gjurmët e kësaj tregtie nuk ndalen vetëm tek ti, derisa e ti gjallë dhe mbyllet. Jo. Edhe këtu bashkë është esenca, kupton, e cila është e ban pra të veçantë këtë tregti, sepse kjo henes fillon mas jetës tënde, mas vdekjes tënde, do të thotë. Bel yemtad ila ma ba'da mautik, dhe kjo zgatet deri pas vdekjes tënde. Tamam? Subhanallah. Ti vdes, ndërsa ke lënë diçka, çka je kujdes dhe ke rri dhe ke uji dhe ke edukue, çka të vazhdon me veprimtari të mirë pastaj. Por që ta është quajtur tregtia më e vlefshme me Allahun subhanahu wa ta'ala. Al-aulad bayna an-ni'ma wal-ibtila. Auladet janë mes mirësisë së Allahut Azza wa Jall dhe sprovës. Allah Azza wa Jall kështu ka thënë në Kur'anin e Kerim, al-mal wal-banun zinatu al-hayati ad-dunya. Ka thonë fëmijët dhe pasuria janë zbukurimi i kësaj jete. Gjithashtu ka thonë innama amwalukum wa auladukum fitne, më të vërtet pasuria juaj dhe evladet tuaj janë fitne. Fahum ni'ma idha shukira Allahu fiha. Është nimet kur ti këtë mirësi të Allahut Azza wa Jall di me menaxhu. Fillimisht falendron Allahun Jalla fi ula për ta, dhe pastaj përkujdesesh me përkujdesjen e Allahu Jalla fi ula. Wa fitna idha uhmilat. Dërsa fitne është atëherë kur ajo, dhe me thonë, hudhet mas shpinën e kjo mirësia Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Dhe nuk përkujdesesh për ta. Ajo pasaj do t'jetë çka? Fitne për ty. Pse se do të ngarkon jetën tënde, do të mërzit jetën tënde, por edhe ajo çka pason pas vdekjes tënde, pastaj do të vinë gjithashtu ngarkesë, a kupton, mbi sahifet çka i vepron ai edhe billah.
Aulad amana wa mas'uliyya 'azima. Thot fëmijët janë emanet i Allahut Azza wa Jall dhe njëkohësisht edhe përgjegjësi e madhe. Thot Allah Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, shpëtoni veten dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhehenemit. Vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri nga ju është bari i kopës së tij dhe do të jetë përgjegjës në njëjtën kohë për te. Çfarë do të thonë përgjegjës? Do të thonë do të pyesësh për te deri në atë moshën, deri në atë kohën ku ti pastaj nuk pyetesh. Mirë, po deri me një kohë ke për tu pyet. Fel ab ra'in fi baytihi, thot baba është bari i shtëpisë së tij. Mas'ulun an dini abna'ihi qabla dunyahum. Dhe përgjegjës për dinin e fëmijëve të tij para dunjos së tyre. Sot peshorët tek muslimanët përgjithësi kanë ndryshuar të shumica. Ma shumë për kujdeset për dunjon e fëmijëve të tij, për të ardhmen e dunjos së tyre, se ndoshta për dinin e tyre, për edukimin e Kur'anit. Laysa an-najahu an tut'imahu wa tulbisahu faqat. Nuk është sukses vetëm që të arrit që ti kupton ti veshësh e ti mbathësh e ti jepsh me hangër. Do të thonë kjo është pjesë e mirë, po nuk ka krejt e tëra, bel an tunqidhahu min an-nar, por ajo që është më e rëndësishme që të arritësh dhe të edukosh në mënyrë që të shpëtosh nga zjarmi i xhehenemit ya'dhan billah. Limadha tu'addu tarbiyatu al-awlad aghla tijara? Përse thot konsiderohet edukimi i fëmijëve tregtia më e mirë, më e vlefshme? Li'annaha la tanqati', për shkak se është një tregti e cila nuk ndërprehet. Bile kjo nuk ndërprehet as me fëmijët e tu. Ato kanë me lind nipa pastaj që kanë me eduku të njëjtën frymë dhe kanë me të artia vuton të njëjtën kohë shpërblime. Nipa dhe deri në kiamet, sa të vazhdon kjo lozë dhe sa të përhapet kjo lozë, ai i cili o bon shkak dhe sebeb për të mbjellur këtë farë të edukimit islam vuton në familje, kanë mi ardhë dhe me thonë dhe kanë mi ushtu veprat e mira. Paramendoj vetëm loza si lozë, po çka me prej këtyne pastaj vuton dësha do të dalin hafiza, do të dalin hoxhallar, do të dalin njerëz të cilët janë bamirës, çka do të kenë dobi edhe të tjerat. Jo vetëm njerëzit, por do të kenë dobi edhe krijesat e Allahu xhalla fi'ala. Do të ketë dobi pra edhe toka si tokë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përkufizuar kupton njerëzillëkun vetëm me adhurime, por ka thonë njeriu më i dashur te Allahu, ka thonë ai cili është më i dobishëm për njerëzit. Më i dobishëm për njerëzit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kur të vdesë biri i Ademit i ndërpritet çdo sen, përveç të 3 gjëra. E para, ai i cili kalon një dituri dhe njerëzit dhe me thonë çka shërbehen me ta dhe kanë dobi. Dhe ai i cili e kalon një sadaka rrjedhëse dhe krijesat e Allahut, qoftë njerëz apo shpez apo kafsh, dhe me thonë han dhe pin nga ju. Dhe ka thonë e fundit: "Aw waladun salihun yad'u la", ose një fëmijë i hajrit që ka bën dua për te. Ose një fëmijë i hajrit, salih, waladun salih, fëmijë i devotshëm, fëmijë i edukuar që ka do të bën dua thot për te. Waladuka salih, fëmiu i mirë, yerfa'u darajatik, ki fëmijë i mirë, derisa njerëzit sot nuk ja din vlerën, por shkak se sot njerëzit më shumë i matin punë me kanarat e dunjos. Ejadhen billah. Tamam? Ndërsa peshorja e ahiretit ndoshta është e anashkaluar. Edhe ndoshta e pavlerë. Thot fëmiu i hajrit, fëmiu i mirë. Çka thot? Yerfa'u darajatik, thot ti ngriti derexhet. Ti në tokë. Ti në dhe. Tamam? Yad'u lek, ban dua për ti Allah azza wa jall me të falë. Me të falë me katët. Paramendo ti ke shku te Allah azza wa jall nashta me
me mangësi të mëdha, kupton? Tamam. Edhe koxha i ki punë të jo mira, kupton, atje. Para mendo ti deri sa të bën të kiameti, kupton, me dua çka ti bojnë fëmijët e ti. E tu, do të thonë ti të ngritet drejtat e xhennetit. Ya'malu s-salihat fi mizanik. Edhe çka është që vetëm ban dua për ty. Por edhe çka ban fëmiu i hajrit për ty, çka ban ai për veten, fakt, që ban adhurimi, apo kupton, çka ban. Dhe me thonë, ti kopjet e aty në vepra pa ju paksu ati, dhe vinë tyje. Para ta më kupton prindrit, nëse i shohin këtë realitet, këto mirësi, këto dobi, subhanallah, a kupton, ai me do e mos mundohet që të mbjellë diçka të fëmiu i tij në mënyrë që ai të jetë shkaku që unë ja ku mbjell këtë mirësi tek ai. Tamam? Në mënyrë që ai e kupton çka të bëjë prej veprave ti të vinë. Automatikisht. Nuk ka nevojë me thonë o Zot unë e pja të dërgoj. Se vapi këtë vepra për prindit tim. Hiç ka nevojë me thonë kështu. Fëmiu ban namaz, ti në varr të vinë se vapat e namazit fëmijës ta. Fëmiu jot apo kupton agjeron se vapat e agjerimit prindit i shkojnë në ahiret. E kështu më radh. لأن الأجر فيها متضاعف بشكك thot se veprat janë të shumëfishuara. Kullu salatin yusalliha waladuk, çdo namaz që e ban fëmiu, siç thamë apo kupton, sadaqatun yatasaddaqu biha, ose një sadaka që e ban apo kupton, au ilmun yata'allamu bihi wa yu'allimu, ose një dituri që mëson dhe u mëson të tjerëve, laka nasibun min al-ajr, thot prindi thot ka hise gjithashtu këtë vepra. Dune en yanqusa min ajrihi shay, pa ju paksu thot ati veprusit. Li'annaha tijara madmuna ar-ribh, është një tregti e cila pas përfitimi i saj është e garantuar. Ha? Qad takhsar fi at-tijara ad-dunyawiyya, mund është me hub një tregti të dunjas. Apo bismillah yani sa njëri apo kupton a kupton mi pa sidomos ato që kanë bën, çka kanë tregtia sot, në gjithherë njerëzit i shohin se mashallah filoni ka lind, kështu jo. Ai më janis me tregu për jetën e tij, për dështimet sa, domethënë që i ka pas derisa ka arrit këtu. Sa tregtia ti ka nisë i kanë dështuar. Kjo na shton e 99-ta apo e 100-ta, apo kupton çka ja ka dal. Tamam? Dorsa kjo tregtia kupton thotë tregtia garantuar me Allah subhanahu wa taala. Lakin me Allah la khasara abada. Mirë po çka të nisësh një tregti me Allah nuk ka humbje. Cilat janë fazat në edukimin e fëmijëve? Khuttatun amaliyya, al-marhalatu al-ula qabla al-wilada. Marhalja apo faza e parë është para se me lind fëmiu. Ha? Para ta ka thonë njëri nga selefat, edukoni fëmijët e tuaj, dhe me thonë 20 vite para se me lind. 20 vjet para se me lind fëmiu. Derisa i thanë çysh vjen 20 vjet para se me lind fëmia? Ha? Ka thonë ke frikë Allahun azza wa jall thot ti. Për shkak se avguton ti je tulla e parë e ndërtimit familjes tënde. Nëse ti ke frikë Allahun, ke ndërtu jetën me frikë ndaj Allahut xhalla xhelalu dhe me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe me vepra të mira, tamam? A kupton, atëherë Allah do të takon thot me bashortet e tillë. Pse se at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, të mirët me të mirët. Apo për ata kanë thënë selefi, a kupton, apo disa prej ulemave ka thonë bashortja e mirë nuk vjen si shkak i kërkimit tënd, a kupton, të shumt. Ajo është rizq pi Allahu xhalla fi ula. Mos u los shumë me kërkua unë po gjej rob të hajrit. Jo be ti ban robi hajrit, Allah ka me taku me robreshën e hajrit. Tamam? Pra ata kanë thonë, abuton, ka thonë ti e tulla e par e ndërtimit familjes tënde. Nëse ti abuton je prej atyre të cilët ke frikë Allah në zëgjel në rini, Allah do të takon me një bashortet e tillë dhe pastaj do të lindin fëmijët e hajrit. Nga këto dy bashort. E ka thonë e para abuton, faza e parë është para martese. Apo para lindjes fëmijëve. Pra e para është t'ia zgjedhësh nonën fëmijës tënd. E dyta është ad-du'a bi-dhurriyyati s-salih. Me bo dua për pasardhës të mirë. Me bo dua për pasardhës të mirë, ani pse si martu hala. A kupton sepse thot Allah azza wa jall,
kur ka kupton se si pejgamberët e Allahut Azza wa Jall kanë bërë duat e tilla, Allah Azza wa Jall ka regjistruar në Kur'anin e Kerim. Që kanë thonë Rabbi habli min as-salihin, o Zot më jep nga pasardhës e mirë dhe të shëndosh. المرحلة الثانية الطفولة المبكرة. Faza e dytë është prej kur lind fëmia deri në 7 vjet pastaj. Marhalatul hubbi wal ihtiwa është një fazë e dashurisë kupton dhe përkthjeljes. El-la'ab ma'hum që kupton dush të me lut prindrit sa më shumë dhe mi përkthel në këtë moshë sa më shumë. Hirsul aqida bi basata. Njëtën kohë gjatë kësaj kohe, që kësaj faze të parë për 1 deri në 7 vjet, mi ambjell thot aqiden fëmijëve në zemër, ama thjesht, sindet e thjeshta. Për shembull, konst Allahu na ka krijuar, sindet thjeshta, domethënë që janë natyrale. Rabtuhum billahi bi tariqatin muhabbaba, edhe mi lidh me Allahun Azza wa Jall me mënyra që i dojnë fëmijët, me lojnë. Të këshire sot apo kupton edhe sot në për shkolla në vendet e përparuara, sikur në për Evropë kështu më radh. Këshire ti shkollë, klasa pa, klasa di, klasa 3, klasa 5, o fëmia, klasë deri në klasën e 4, klasën e 5, ti i shef, dhe me thonë, kjo metodologjia e mësimit është shkejt në përmes lojnëve. Nuk ka sikur të na, kupton, veç e mush shpinën që fëmijën e llamit apo kupton deri të shku të shkolla, klasa 2 të fëmia, 15 libra në shpinë. Edhe ti bene di çka të bajt, kupton fëmia shkon te shkolla, veç e di se diçka në shpinë o te myt. Amo shka puna me to, ti bene dit. Kjo është, më thonë, kjo është shumë e pravambetur. E tash, e njëjta kupton, të njëjtën jemi duke do të mi praktikuna këto metodat përparuara me fëmijët e tonë. Me nipat e tonë këtë rast, kupton. Pse se edhe nipi është fëmijë, dhe me thonë, i dytë në atë kuptimin i fëmijës tanë, kupton çka edhe ti, të njëjtën kohë ke hise në edukimin e tyre. El-marhalatu thalitha at-tawjih, prej 7 deri 10 vjet. Rekomandime, rekomandime pse? Se mosha 7 vjet o moshja thuhet si në temyiz. A kupton kjo quhet mosha që fëmia nis mi dallu gjërat. Të keqën pi të mirës, apo bardhës pi zezës. Di me dallue, jo janë pi pojës. Bane apo mos e ban një gjë. Tamam? Për ata në këtë moshë tek prindrit e ndar, deri në këtë moshë fëmijët i dakojnë nonës. Nërsa si të arrije fëmiju në moshën 7 vjet, sidomos djemt, pyetën ku po do me nejtë, po do te babaj, po te nënë, sipas shariatit. Pse se është mosha ku fëmiju din me përzgjedh pastaj. Di dhe me thonë me dit ku po i rrihet ma shumë e kështu radhë. Por ata kanë thonë mosha e tawjihit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li 7. Rekomandoni fëmijët e juaj që të falin namaz kur prej moshës 7 vjet. Si ti bojnë 7, nisja ka pak me thonë hajde falmi bashkë. Një rekat kjo namazet, dhe me thonë mja ka zësen 5 kote namazit, cili namaz ka sa rekate i ka, e kështu më. Ta'limu s-salat, dhe me thonë jam mësën namazin. Ta'widihim ala ta'a, më mundue me mësue që me nejtë në adhurim dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, qoftë edhe një rekat. Nuk o pa tjetër ti, dhe me thonë 4 rekat që mja me nejtë, në moshës 7 vjet barabar me ti, me rëndësion është një rekat. 2 rekat me nejtë, ani pse pastaj, dhe me thonë, e devijon namazin, tërsikhul qiyam, edhe më mësu gjithashtu vlerat e akhlaqut. El-marhalatu ar-rabi'a al-indibat. El-bulugh, deri në moshën e bilykit, që thojmë na, ta'zizul mas'uliyya. Më mundu dhe me thonë, me mësu fëmijën, me marë përgjësi, milion disa përgjësi, që ai më mësu me majtë përgjësi. El-hazmu inda el-haja, edhe dhe me thonë nga njëherë, me koni e rrept atëherë kur e lip nevoja. Tamam, me masë të saktuar. Meraqabatu suluk, edhe të njëjtën kohë, dhe me thonë më mundue që më ja vëzhgue vazhdimisht kanë në këtë moshë, më ja vëzhgue dhe me thonë veprat, fjalët, apo sillet mirë me njerëz, si po sillet mirë, si po sillet të kështu me radhë. Faza e 5, as-suhbatu ba'da al-bulugh. Pasi që të hinë në buluk, fëmiu atëherë kthehet në shoqërim me prindin. Tamam? Mirë, po jo shoqërim pa, dhe me thonë pa limit.
Se kjo pastaj kupton del me një gjendje që ka pastaj kupton hub vlera dhe ajo princia kupton që posedon. Por domethën shoqëri që domethën e ban që ai që ti lidhur me ty. Ta ndëgjon fjalën, këtë fjala jote pesh, këshillat e tua të ngjonë e kështu me radhë. Jo domethën zaventsoje prindin me dikant tjetër. Me kon i vrash aq saqë domethën me shku pastaj hallat e dertët e këshillat e kupton me shku me dikant tjetër ku ndoshta kupton ai nuk do ta uzon në atë të duhurën. El-hiwar ahem min al-awamir. Edhe metoda e dialogut është më e mira, kupton se sa vetëm urdhërimi. Po mësua të ugjih la qahr. Edhe dhe me thonë me dhonë këshilla dhe konsulta, kupton se sa dhe me thonë vetëm mbizotrime. Arkanu tërbijetu najiha, cilët janë kupton shtyllat e një edukimi të mirëfillt. Në një duhet fillimisht kupton që të edukohet fëmiu në akide, në bindje, në besim dhe Allah subhanahu wa taala. Et-tauhid. Me një shmëri ndaj Allah subhanahu wa taala. Tamam? Me mësua që Allah azza jalla është një, ai i cili është na ka krijuar, na ka furnizuar, dhe ai i cili është meriton që të adhurohet i vetmi subhanahu wa taala. Muraqabatullahi azza wa jalla. Mi mësua vëzhgimin e Allahut. Kudo që ti jesh, Allahu të shef. Je me mësu fëmijën e kupton vetëm me ik prej sive të njerëzve, po besimtari apo prindi besimtar e mëson fëmijën që të ketë frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E ku që mësosh apo kupton këta fëmijës tanë mos ke frikë sa i mas shpinë do të bën diçka. Se ti i ke thonë se Allah të shef kudo. Allah të shef edhe nëse je vet. Allah të shef edhe në terr. Allah të shef edhe atje ku njerëzit ndoshta nuk shohin. Allahu jalla fi ula. Të shef kudo që të jesh. Pastaj më mësu hubbullah wal khawfu min. Njëtën kohë më mësu dashurinë ndaj Allahut azza wa jall, që Allah xhel xelalu të don. Allah azza wa jall i don besimtarët edhe krijesat e tij në përgjithësi. Edhe ata të cilët e mohojnë Allahun, Allah i don për shkak se janë krijesat e tij. Në këtë kuptim, Allah azza wa jall i don gjithë këto krijesat. Përsa ato të cilët i përgjigjen urdhit të Allahut subhanahu wa taala, i don edhe më shumë. Wal khawfu min, dhe të njëjtë kohë më mësu dhe frikën ndaj Allahut xhel fi ula. Tamam? Sa nëse Allah azza wa jall i bindesh, Allah të don. Mirë, po nëse Allah azza wa jall ja kthen, ja thën urdhnat e tij, kur të ja shkela, kur të kufit e tij, Allah subhanahu wa taala edhe dënon. Apo Allah azza wa jall, siç ka thënë Allah subhanahu nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Ka thënë lajmëroja Muhammed robërit e mi se unë më të vërtet jam falës dhe mëshirues. Mirë, po dije se thot se edhe azabi jem është i dhimbshëm. Është shumë i dhimbshëm. Sikur që ka thonë Luqman el-Hakimi kur e ka këshilluar fëmijën e tij në surën Luqman, Allah azza jalla ka regjistruar dhe ka thonë: "Ya bunayya la tushrik billah." O birim, mos i bën shirk Allah subhanahu wa taala në adhurim. Inna shirka la dhulmun adhim, për shkak se shirku është zullumi më i madh që ka bëhet në tokë. Tamam? Shirku, dhe me thonë, është padrejtësia më e madhe që ka bëhet në tokë. Kundrejt Allahut jalla fi ula. E dyta, el-ibada, me mësua dhe me thonë ibadetit. As-salatu umudu at-tarbiyah. Namazi është shtylla e edukimit. Tamam? Namazi është shtylla e edukimit. El-Quran nurul qulub, me mësua fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se ajo është drita e zemrave. Në fëmijë që ka ajetet Kurani Kerimit në zemër dhe në mendje kupton. Tamam, ajo është për shembull çka ai ndriçon rrugun, ndriçon mendjen, e bën të suksesshëm. Ai është i ruajtur. I ruajtur nga gjitha të ligat. El-dhikru yuhyi el-iman, më mësu dhikrin ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak se dhikri e ngjall thot imanin, apo e bën e ngjall. Pika e tretë që duhet ta kupton prej shtyllave të edukimit është el-akhlaq. Akhlaq, e kjo është ta kupton pas tauhidit edhe adhurimeve vjen akhlaq. Që ti e kupton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, më të vërtetë jam i dërguar që ti plotësoj virtytet e larta. Tamam? Në korpi e meri Allahut, pas asaj që ka ardhur kupton njësimin e Allahut në tauhidin, Allahut në adhurimet,
ka të njëjtën kohë dhe mi plotësoj virtytet e larta. Për ata dhe e ka lidhë akhlakun me imanin, ka thonë më i miri në islam, me islamjet është ai i cili është më i mirë me akhlak. Dhe më afër meje dhe më i dashur ditën e Kiametit do të jetë, a kupton, ai i cili ka akhlakin më të mirë. Dhe ai i cili jau ka të kalu me akhlak, jau ka të kalu për me din, me fe. Tamam? Cilët bazat e akhlakit duhet me edukue? Këto 3 çështje. Nëse se a kupton një njeri apo një fëmijë ka, mos ke frikë për ndaj tij. E para është sidqu, me kon i vërtet. Mos me gënjy. Tamam? Me kon realist, me kon i sinqert. E dyta el-amana, me kon emanetë, me mojt emaneti. Fillimisht emanetin e Allahut, pastaj emanetin e krijesave të Allah subhanahu wa taala. Pastaj el-haya, pastaj çka? Haya do të thot turpin. Me mësu turpin. E katërta el-qudwa. Shtilla e katërt është el-qudwa shëmbëltyra. Anta al-kitab alladhi yaqra'uhu ibnak yawmiyan. Ti thot je libri i cili të lexon thot fëmiu çdo ditë. Apo prindi është libri çka fëmijët lexojnë çdo ditë. I lexojnë fjalët e tona. Apo i lexojnë, i shohin veprimet e tona. Për ata është thonë, apo kupton, in sallejt salla, wa in qassart qassar. Qofse falesh falen, qofse ti apo kupton lexon Kur'anin e Kerim, edhe ato të lexojnë Kur'anin e Kerim. Qofse ato apo kupton çka apo kupton japin, bojnë bamirësi, edhe ato të bojnë bamirësi. E pesta prej shtillave është ed-dua, me bo dua për ta. Me bo për dua. La tastahin bid-dua. Mos e anashkalo dua. Duaja është punë e madhe. Në sejdë apo kupton. Natën, fi awqat al-ijabe, në kohët kur pranohet duaja. Tamam? Duaja është nderuar vëllezër, është apo kupton shumë e rëndësishme, sidomos duaja prindërve për evladët e tyre. تحديات العصر في تربية الأبناء. Cilat janë sfidat bashkëkohore kupton në edukimin e fëmijëve. E para është prej tyre është teknologjia. Sikur që janë kupton interneti, telefoni e kështu me radhë. Cilat janë zgjidhjet për këtë çështje? Riqab dhakije. Përse për këtë telefonave dhe internetit duhet të kupton që t'i lidhmi në kësaj është mundësia me disa epa që t'i lidhmi telefonat e tyre në mënyrë që t'i kontrollojmë se çka shikojnë dhe çka veprojnë. E dyta tahdidi waqt. Më jap përcaktu kohën apo kupton apo ditët se kur ato duhet me marr telefonat apo iPadet edhe të luajnë apo çka kanë me to apo. Jo vetëm domethën shabllon bismillah 24 orë edhe pastaj fëmia nuk shkon 6 muaj, diçka fëmia mu ka zeharlis. Yadhan billah. A ndoshta në telefon deri ku kam rrijaj dhe shka të pa ti betin diq. Muhtawa bedil nafi' dhe atë kohën çka nuk janë telefon dhe nuk janë në internet, është mirë me ozavënsu me veprimet e hajrit, jo vetëm milion qashtu. Sa dhe me thonë ai ti o merr telefonin edhe i nëse i le ashtu ai ka me dalë në rrugë, ka me gjetë ndoshta shok edhe më të këqij. Tamam? Por çka mundohu, dhe me thonë çka me ju dhonë zavendësime të veprimeve të hajrit, në për kurse të ndryshme, akademia të ndryshme, e kështu me radhë, sporte. E dyta është as-suhbatu. Sfida e dytë është shoqëria. Tamam? As-sadiq qad yabni aw yahdim. Shoku ose ndërton ose shkatron. Do shoku është shumë i rrezikshëm, për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me tekst të qartë ku tha el mar'u ala dini khalil, njeriu që ndron në fenë shokut tij. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, dhe le të shikon çdo njeri nga ju se kanë e shoqëron. Ka thonë dietarët në fenë e shokut, në fenë edhe pse ka ardhur ku thon ala dini khalili, mirë po fjala din në gjuhën arabe ka më shumë kuptim se sa vetëm fe. Tamam? Një nga ata ka thonë është edhe akhlaku. Pse se akhlaku na thamë është prej fesë. Çdo seno çka prej fesë Allah subhanahu wa taala e përfshin për këtë term.
Përshin këtë. Dafu l'irtibat bid-din. Sfida e tretë është avguton lidhja e dobët me fenë Allah subhanahu wa taala. Qysh për shembull ghiyabul qudwa, dhe me thonë mungon kush shëmbëltyra. Mungon sot, sidomos në përvendet e tilla, mungon shëmbëltyra. Ato kanë me pa në të majtë dhe në të djathtë. Në gjitha ëndë dhe shumicën e kohës avguton shëmbëltyr jo islame. Kanë me pa kanë shëmbëltyra tjera avguton. Për ata më shumë se kur prindërit avguton sidomos të vendin këtë kohë avguton, duhet që t'japin avguton, si thojnë, atë mundësinë më të fundit e tyre, për të munduar avguton të krijuar ambiente të islamit dhe të investojnë, të me thonë këtë çështje, të gjithë së bashku. Wallahi kjo është një dert që nuk duhet me mu jaftu na vetëm një objekt bismillah për të falë namaz. Dhe me thonë me marrë një objekt, edhe na këtë dert që është me arë me falë një gjuma, apo me arë me falë namaz, jo. U mendoj se krahas objekti si objekt faljeje, u mendoj se 50% duhet me konë përgatitjet e tilla. Klasa, ambiente, ku të mbile spaku fundjavën, dhe me thonë në takohu mu gjithë së bashku. Familjet e tona, fëmijët me zvete, edhe në burrat musliman. Dhe me një që bile spaku avkuton të abojmë në tonën që të kemi avkuton arsi para Allah subhanahu wa taala. Se mërën e javës ndoshta nuk kemi mundësi. Se kemi të gjithë të zonë, të gjithë të shpërndam, të gjithë në për të angazhum deri ca edhe fëmijët në për shkolla. Mirë, për fund javën është mirë që tjetë ki dert i gjithë muslimanëve të nderuar vëllezër. Se vallahi, për çdo humbje shka kalon në gjeneratat që ka vinë, na jemi përgjegjës. A e kena dhonë, si thonë atë mundin nën këtë çështje, apo nuk e kena dhonë. Pra nuk duhet me mendu në aq ngushtë sa që me siguru një vend falje, se kjo është shumë e kollajshme në vend falje. Tamam? Ma shumë se ndoshta ky objekt që ka posedojmë sa përveç të kryer namazin është shumë e lehtë. Po na duhet me mendu diçka për te asaj apo këto. Për te asaj se ti që këtë objekt apo kupton sa jeti gjallë, ndoshta apo kupton ti vjen falësh. Ama nëse ti nuk krijon ambient për gjeneratat që ka të vinë pasardhësit apo kupton, ti nuk ka me tar kërkush pastaj këtu. Automatikisht që ka më mshel me vdekjen tënde. Pse se nuk ke kriju ti ambiente, por apo kupton në fjala për ti tërheqë rinin, për ti tërheqë pasardhësit tonë në mënyrë që të mbushet pastaj edhe vend falje. Inshighal bid-dunya, ajo që ka është e rëndësishme prej sfidave është zonja e shumt me dunja. Këthir në l'aba, shumica prej prindërve apo ton, ju rabbil mal, janë zantë mas pasurisë, qëtojnë pasurisë ma shumë. O juhmil aulad edhe i le anash fëmijët. Në llogari të edukimit të fëmijëve, mundohet apo ton edhe ata jo diçka apo ton që kanë pa tjetër, po mundohet hin garë me dunja, me tjetrin, në mënyrë që të bëj sa ma shumë. Akhta tërbewije shëja, janë disa gabime në edukim. El qaswatu zaide, përsa i përket edukimit fëmijëve vetvetiu, ndaj fëmijëve, direkt. Cilët janë ato? Varësia e tepërt. Tamam? Nga një herë prindërit janë të angazhuar, janë të lodhë, janë për shembull preokupuar, nervozuar me diçka tjetër, dhe pastaj apo kupton çka nuk e masin vetveten derisa bëhen shumë të vrash pastaj me familjet e tyre. Edhe pse ato nuk kanë ndoshta fajin këtë rast. Et-tadlil el-mufrit. Tamam? Pastaj apo kupton ngarkimi i tepërt ndaj tyre. El-muqaran bain el-abna. Pastaj mi krahasu fëmijët me vetë, me thon kjo më mirë se ti. Jo ti nuk i do bën diçka. E kështu me radhë. Kjo shkatron dhe ja nxit hasedin apo kupton ndonjë tjetër. El-ihmal el-atifi, mungesa e dhonjes dashurisë apo kupton shpirtënor. I'timad al-madrasa faqat, edhe lënia e fëmijëve kupton vetëm në shkollë. Çfarë sa mësojnë në shkollë, çka mirë shkolla me to, por ndryshe na si prindër nuk mirë me kur gjon diçka shtesë. Tjetra në madhiq mushrika, cilët janë disa pika o këton të ndryshme përsa i përket fëmijëve si na duhet me qenë ndaj tyre. Rahim bil atfal, duhet me konë të mëshirshëm. Yuqabbiluhum yulatifuhum. Tamam? I përgdhel dhe loz me to.
Yuallimuhum bihub, ja mëson me dashuri. Dua li dhurrijeti, me bo dua për pasarësit. Rabbe ala ta'a, dhe me thonë i edukon në bindjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikme, me urtësi. Istakhdem el hiwar, përdore vazhdimisht fëmijët mësoj me hiwar, me dialog. Me thonë, me dialog të folësh me to. Të mësojsh t'i banjë sikur të rritur. Eja, për shembull, dhe pse nuk janë punë, ndoshta po don që ta mësosh. Kështu që në fakt edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë çështja buton ai i shtronte në mes në sahabëve, buton me ju tregu mënyrën se si duhet më u qastin e punëve, jo që buton ndoshta ka pas nevojë një sen till me vepru. Apo për ummetin pastaj. Se si ato pastaj nëse përballen me një vështirësi, një problem të tillë, si duhet më u qas. Kështu ti duhet të jenë, nëse kështu, në fakt nëse prindërit janë të edukuar në Islam dhe njohin sirën dhe jetë përshkrimin biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë prej problemeve familjare dhe edukative do t'i zgjidhshin. Mirë, po na fillimisht jemi të mangët këtë çështje, pastaj si ka thonë, çka më dhon na pastaj, kur na jemi vetë të mangët. Për ata është e preferuar që prindërit sadopak të lexojnë, se nga njëherë duke i mësu fëmijët mëson edhe për vete. Bismillah, merr një libër, atë të shoh çka ti mësoj fëmijët, ti mashallah mëson për vete. E çata masa ja u thjeshtëson edhe më shumë fëmijëve apo nipave tu. Thimar hadhihi at-tijara, cilët janë frytet e kësaj tregtie. Idha najaht, nëse këtë tregti ti ke sukses. Rahat fi dunya, kime pas qëtësi në dunjat. Kime pas qëtësi në dunja. Këshirit e ato prind që e kanë fëmijët e eduku, i shef janë të qejtë, elhamdulillah. Birrul abna, ato do të jenë çka do të kujdesën për prindërit e tyre. Dua ba'da al-maut, do të bojnë dua pas vdekjes, darajat fil janna, edhe do të jesin në drejgjet e xhennetit, më të lartë. Mirë, po nëse dështon thot ta'ab daim, kime kanë në vazhdimisht në lodhje të vazhdueshme. Pse problemet e tyre kanë me të lodhë ty? A xhamillëku çka i shef kanë me të lodhë dhe të mërzit vazhdimisht. Uquq, pastaj kanë me kanë jo të respektuar, pastaj hasra yawm al-qiyama, edhe ditën e kiametit ka me kanë dëshpërim. Yadhan billah. Waqafat mu'athira, ibnaka imma an yakuna lak aw alayk. Fëmija jot ose do të jetë për ty ose kundër teje. Tamam? At-tarbiyatu al-yawm raha ghadan. Një lodhje për ta edukuar sot do të jetë një lumturi dhe qetësi nesër. Kullu daqiqatin taqdiha ma'a ibnik istithmar abadi. Çdo minutë që ti e harxhon për ta edukuar fëmijën tënd sot do të jetë një përfitim i përjetshëm. Ayuha al-ikhwatu al-kiram, ayu vëllezër, bainaka mashru', bejtuke mashru'. Shtëpia jote llogaritë është sikur një kompani. Një kompani. Apo wa auladuk ra'sul mal. Fëmijët e tu janë koka e pasurisë. Çka ke investu. Apo wal jannatu hiya ar-ribh. Jannati është përfitimi nga kjo pasuri. Fala tudayyi hadhihi at-tijara, mos e hum pra këtë tregti asnjëherë. Na lusim Allahun xhallahu fi ula, që Allah subhanahu wa taala fillimisht neve na përmirëson ya rabbel alamin. Dhe të na pajis me diturit sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe që të njëjtën kohë duke lutur Allahun azza wa jall, që pasardhësit tonë, fëmijët e tonë, Allahu azza wa jall t'i merrni për kujdesin e tij. Nga një herë të nderuar vëllezër, mos mendojmë se sfida në edukim ka vetëm sot. Gjithherë ka pas. Derisa transmetohet edhe kohën e selefit. Një prind prej prindërve është mundu atë shumë me eduku fëmijën e tij kot. Pse se çështjet janë dorën e Allahut. Tek e fundit çështjet janë dorën e Allahut. Na do të me bëj tonën që në mënyrë që përgjegjësia të largohet nga ne. Mos të pyesemi nesër. Tamam, por ndryshe është në dorën e Allahut çdo sen. Çka ka thonë ki? Në kohën e selefit. Derisa një natë prej natëve ka thonë, o Zot, unë u mundova me eduku, i mora gjitha shkaqet, një kohë të gjatë,
Ja Rabbel Alamin, ti merë tash për kujdesi dhe drejtoje si që ke drejtuar njerëzit e mirë. Subhanallah, nuk ka shkuar pak ditë, djali apo ta nuk thije i penduar në shtëpinë e tij. Tamam? Ka një herë kur të lodhë shpirti drejtoje Allah subhanahu wa taala. Me bindje se Allah xhalla xhelalu do të përgjigjet. Allahumma ya Rabbi aslih abda'ana. O Allah, përmirësoj fëmijët e tonë. Waj'alhum hudatan muhtadin. Dhe bani udhëzues, të udhëzuar dhe udhëzues për të tjerët. Waj'alhum qurrata 'aynin lana. Dhe bani kënaqësi të syve tanë. Wala taj'alhum fitnatan lana. Dhe mos I bani ato fitnë për ne. Waj'alhum min ahli al-Quran. Dhe bani ata prej pasuesve të Kur'anit Kerimit dhe prej atyre të cilët kujtesen për fjalën e Allahut, të lexojnë natën dhe ditën. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej për ne.